Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përplasje mes kryeministrit Maqedonisë së Veriut Histria Mickovski dhe ushtruesit të detyrës për komunën e Gostivarit. Valbon Limani kritikoi paralajmërimin e kryeministrit për vendosjen e një deleguari nga qeveria deri në përfundimin e procesit zgjedhor në këtë komunë. Sipas tij, ligji përcakton që mandati zgjat deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, tha mes të tjerash Valbon Limani. Unë më 8 korrik 2024 u zgjodha si ushtrues detyre kryetari komunës së Gostivarit në bazë të ligjit për vetëqeverisje lokale atëherë nenin 54 dhe pastaj neni 4 i cili thot se unë duhet ta ushtroj detyrën e kryetarit të komunës deri në zgjedhjen e kryetarit të ri në zgjedhje të rregullta. Presidenti i Maqedonisë së Veriut vlerëson se raporti i Komisionit Evropian shikon përparimin teknik të vendit nëpërmjet prizmit politik. Kreu i shtetit, Gordana Siljanovska-Davkova, shtoi se raportet duhet të jenë më shumë se një pasqyrim teknik, sepse ato diagnostikojnë, klasifikojnë dhe vlerësojnë. Konstatimi do të ishte se teknikisht edhe mund të avanconi, por politikisht mund të jeni të bllokuar, deklaroi Gordana Siljanovska-Davkova. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Opozita shqiptare qëndron kundër ligjit për barazinë gjinore. Ish kryeministri demokrat vlerësoi ligjin si më të keqin të votuar në ndonjë vend të planetit. Sipas tij, ky ligj rikthen gjaun stalinist, duke theksuar se sipas tij akuzat për diskriminim gjinor duhet të faktohen, përndryshe personi akuzuar mund të dëmtohet. Kryetari i Partisë Demokratike tha se nuk do të pranojnë ligje që shkelin interesin e qytetarëve shqiptar. Për Berishën ekstrem i majt po përdor këtë ligj për të krijuar padrejtësi. Ishi dërguari amerikan në Kosovë, Christopher Hill, gjatë dëshmisë së tij në Hag, konfirmoi se jo vetëm Hashim Thaçi, por as Jakub Krasniqi nuk kishte ndikim në të gjithë ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Gjatë dëshmisë ai pranoi se ishte problematike e vazhdueshme të diej se kush ishte përgjegjës në ushtrinë çlirimtare të Kosovës, deklaroi Christopher Hill. Opozita në Kosovë kërkon rivotim në Mitrovicën e Jugut. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës për parim Gruta tha se ka shpalosur parregullsitë që ndodhen me flet votimet në Mitrovicë dhe ka bërë thirrje që ky qytet të shkojë në rivotim. Sipas tij, bartja e fletëve të votimit nga një vend në një tjetër bie ndesh me ligjin dhe me rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gruta deklaroi se komisionerët e tij kanë vërejtur parregullsi në procesin e numërimit të votave. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.